Besimtari është i kujdesshëm në fjalët e tij, në sjelljet e tij. Është i kujdesshëm vallahi net, ku do qoftë. Subhanallahu përmendet për Ibn Baz rahimullah, jo dhe se ka qenë Ibn Baz i vert. Po shikoj sjellja e dikujt sa është e lartë. Dini këtë mos. Ka qenë i vetë, s'ka pa, rahimahullah. Thuhet përmendin shoqërit e tij se kur ka hongër bukë dhe kanë çuar banë me durt, i ka lë durt dhe pastaj e ka marrë sapunin një konër ujë apo që të pastron sapunin mos ka mbën ndonjë njollë durrëve tin sapun e vjen dikush pas ti ka mundësi të nevritet nga ndonjë gjurmë e asaj që ka qenë durrët nga se dini kur të lahet sapuni mund të jetë ndonjë gjurmë me durrëve në sapun mund të jetë e i vetë është e ka marrë në aq sa ka pas mundësi e kanë kuptuar se don mos më shqetësoni musliman as me ndonjë njollë në sapun që ka mbën nga dora e tij e çfarë më për punë tjera atë e kujdesë për ndjenjën e muslimanit. Dikush se ka gale qysh han, që është haram. Nuk ka pa që është haram, po ti 10 vjet i ke prashtu për sofrë, se s'un hajër më kur të hante qashtu. Apo, ne kujdesu që shpërrin, kjo është pjesë e islamit tonë. Apo, sigur se kemë bërë, parfimosja, kujdesi për teshët e tuja, është pjesë e islamit tonë, pjesën ndihmon me kone edukum. Ka dikush qyrë për shembull, filonin, ani, s'po tham, na përmenem, me agjerut, na fila është pjesë e islamit. Mirë po edhe me irujt, ndjenjët e dikujt, edhe me irujt, shqisët e dikujt, të nuhaturit, të dëgjuarit e këtë, edhe kjo është islam. Nëse, çfarë kuptimi ka në qoftë se për shembull shkojmë në xhami, a ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ai që han qep, largohet nga faltoret tona. Ja Rasulullah me xhamal më fal që është për një kep, po ke hongër kep, ata ka kujt më hongër kep në falë të shtëpia pra. Për qep që është shëndetshme, është halal komplet. Është edeb, mu kujdes dhe ndëruar për pamin, për erën e gojës, për vesht, për durt. Të sjellë besimtarit është. Ne e këqyr dikush safën e parë, veç më fojnë safë parë, e pastaj, që si ka, falish me çorapa, që si ka teshat, apo, se ka këtë mungale, kur bjen sejtje, a i safë i dytë komplet, duhet një 2 safa më largu, se ka këtë punë problem, se ka këtë ndjene, hiq këtë punë fare. Së bën kështu. Kjo është e qartë, apo? S'bën kështu. Ta pas një ndjenjë përgjithësisë, se ka mundësi me bezdisje, ka mundësi me nevriti, kanë kujdeset nëse ulet dikon kështu, ganjëre dikush ulet edhe premo ajo rahatu, pse 5 vjet mazi nuk shohin sa problem kjo punë. Kur dinë përgjithësisë. Kjo sjellë kujdeset në fala, bën mund çdo që kanë mos i pengoj dikujt. A është farz hoj? Nuk ka të vol për farzë. Apo, po jam dukur për një shije, një muslimani të posaçme. Në qoftë se vëllëndëruar, ata që janë musliman, kanë arrit me kriju një standard të shijes dhe të elegancës, për ria, për syfatsi, se kanë për kurrë tjetër apo. Pse s'kemi na shije edhe elegancë në part mentalitetit për hir të Allahu xhalla xhelaluhu. Ka shije besimtari. Edhe këtu edhe një vërejtë tjetër se fatkeqësia më e madhe është kur si me kesh. Që atë është fatkeqësia në kulmin e saj. Ganere i vërejtë zonë nuk është për nënçmim. Nuk është kjo për po kjo është për të pas kujdes. Ata që prodhojnë parfuma nuk e kanë më rëndësi erën. Apo e kanë më rëndësi me shit. Pse kombinimi mund nuk nga fatal, mu shëndru prej parfumit ndonjë naftë, apo se ai s'ka më rëndësi. Ande vëlla musliman që do me qit parfum dikujna, të ketë kujdes se vëllapën. A është erë tash po njerëzit në shije dallojnë. Po është një bazë themelore që këtë bita ademit janë përbashkë se që kjo është erë mirë ose erë keqe. Në ka dhe erë në ka njerë me të vërtet, kur qitë njësa njerëz, nuk e ka ndjenin, mu më pëlqenë. Nuk ka qështja veç me të pëlqy personalisht, po e ndo qështja që pse e blem një parfum pak ma shtrajt, apo që e knaq shpirtin tënë, edhe vllazit të marrë një të mirë, kjo është qështja kërkume, ka se kjo qështja e përgjithësisë, e ndërgjegjes. Nuk është qështja individuale, po shikoj nal, është një parfum kushton 50 cent, 1 euro, po është një 3 euro. 3 euro. Pse? Pse 100% ka erën më të mirë, është më kvalitativ, edhe tjerëve u ofron një ambient të këndshëm edhe të lehshëm për frimarrje. Apo se edhe oksigjenin e dona së bashku, sa të rishi dikujt. Andaj kujdesi për këto detale, për bëjnë kulturën e besimtarit, formimin e tij. E që fatkeqësisht ka njerëz që janë të kujdesshëm.